2 veta para të madhit Zot, edhe i thot Zoti edhe për këto duhet më u dënu në zjarrin e xhenemit dhe i çojnë zebaniet në xhenem. Kishin bë gabime shumë. S'kishin kërku falje si ç'duhet dhe s'ishin pendu. Basi e shijojnë burgun e xhenemit, fillojnë të dy ta thrasin Zotin e gjithësisë. I qofshim atij fal. Ja Allah, e thrasin Zotin me emrat e vet më të lartë. Ja Rahman, o i gjithë mëshirshëm. Ja Rahim, o mëshirëplot. Ja Latif, o ti i butë. Ja Hannan, o i dhemshur. Ja Mannan, o ti që jetë mirësi pa fund. Ja Wadud, o ti që i donë shumë njerëzit e tuaj. Emrat 99 emrat e cilësit që i ka shpjeguar madhi Zot në Kur'anin famlar. Dhe Zoti mbas një farë kohë i thotë engjëll, sillini ato 2 që kanë disa kohë që thrasin me emrat e më të lartë. Çfarë i shqetëson ato, më sillnin audiencën time të madhe. Dhe i sjellin do 2. I thotë i madhi Zot, a keni ndaj hak që ndoshta mendoni se ju kam bënë një padrejtësi, që ju kam çuar në zjarrin e xhenemit? I thojnë ato, jo Zot. Hakun e kemi marrë plot ashtu siç e kemi meritu. A e keni marrë hakun, i thotë, siç e keni meritu? A keni pas më shumë vepra të këqija se sa të mira? Thojnë po. Atëherë ktheuni në zjarrin e xhenemit, se un jam i drejtë. Zoti i gjithësisë i thotë, ktheuni në zjarrin e xhenemit, se un jam Zoti i gjithësisë i drejtë, al-adl. Tani çan do, njëri nga ato nuk lëviz nga vendi. Nuk u kthy. Tjetri ul kokën dhe niset për të futur në zjarrin e xhenemit. Dhe kur u ndan që njëri u kthy dhe tjetri mbeti, i thotë i madhi Zot, ndal atij që po ikte për në xhenem. Dhe i drejtohet dhe i thotë, si guxove dhe si të bën këmbët, kur unë thash ktheu në zjarrin e xhenemit dhe ti u nise. Tha, o Zot, o të qofsha fal. Të kam boj gjinafe në dynja dhe s'kam dëgju, nuk guxoj sot mos me të dëgju, dhe kur më thu shkon në xhenem unë kthehem. Fjale bukur shumë. Ky tjetri rrinte, ky su kthy. Tha, po ty që të ndaloj ta thysh urdhrin tim kur unë thash ktheuni në zjarrin e xhenemit? Tha i madhi Zot, qofsha fal. Unë të njoh dhe e di që ti je më mëshirues si mëshiruesve. Dhe e kam ditë që po e nxorë robin tënd një herë nga xhenemi, nuk e çon ti 2 herë, se ti je shumë mëshirues. I madhi Zot thot, merreni për dorë njëri tjetrin, shkoni bashkë në xhenet.